Numri i qytetarëve dhe bizneseve që prodhojnë vetë energjinë elektrike përmes paneleve fotovoltaike ka arritur në rreth 3500, sipas kreutentit rregullator të energjisë. Kjo tregon se interesi për energjinë e rinovueshme vijon të rritet, ndërsa sfida mbetet garantimi një shërbimi më cilësor dhe më transparent për konsumatorët. Janë lidhur në rrjet 1139 vetë prodhues të rinj, çka përfaqëson një ngritje prej 27% krahasuar me vitin 2024, duke çuar numrin e total të tyre në mbi 3500. Përballë zgjerimit të këtij tregu, ERE po punon për digitalizimin e shërbimeve. Brenda vitit 2026 pritet të vihet në funksion një platformë online ku qytetarët dhe bizneset do të mund të depozitojnë dhe ndjekin në kohë reale ankesat për shërbimet e energjisë elektrike. Nisma synon të shkurtojë kohën e shqyrtimit dhe të rrisë transparencën mes operatorëve dhe konsumatorëve. Janë realizuar tashmë procedurat e testimit të tregut dhe platforma është në proces të prokurimit të saj. Në këtë platformë, konsumatorët jo vetëm që do të adresojnë online ankesat e tyre, por dhe do të mund të ndjekin në çdo kohë procesin e shqyrtimit nga ana e ERE-s. Pritet që platforma të jetë në punë brenda vitit 2026. Sipas ERE-s, zhvillimi i vetëprodhimit nga fotovoltaikë do të shoqërohet edhe me forcimin e monitorimit të tregut dhe mbrojtjes së konsumatorit, ndërsa investimet në energjinë e pastër konsiderohen një nga shtyllat kryesore të tranzicionit energjetik në vend.